Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Mirdita. Jam një burr 58 vjeç dhe jetoj në fshat. Në lagjen time jeton një grua që është rreth 50 vjeçe. Ajo ka mbetur e ve pasi burri i saj ndroi jetë para 2 vitesh. Në fillim, sipas zakonit, njerëzit shkonin e vinin për vizita. Pastaj gjërat u zbehen dhe ajo mbeti e vetme në atë shtëpi të madhe. Për një kohë të gjatë, merrej vetëm me punët e oborrit dhe nuk paradilte. Por koha shëron çdo gjë dhe kalimi i 2 viteve filloi ta kthente në normalitet. Në fshat, një grua e ve që rri vetëm tërheq gjithmonë vëmendje. Unë e vija re çdo ditë se çfarë po ndodhte rreth shtëpisë së saj. Disa burrat e tjerë nga fshati kishin filluar të hidhnin syt dhe po i vardiseshin në mënyra nga më të ndryshmet. Njëri ndalonte traktorin, gjoja se i ishte prishur para portës së saj. Tjetri kalonte me bagetit aty pari dhe gjente ndonjë mënyrë për t'i folur nga gardhi. Ishin lëvizje të dukshme dhe unë i dija shumë mirë qëllimet e tyre. E kuptova që nuk kisha më kohë për të humbur. Ajo ishte një grua e mirë, ishte punëtore, shumë e bukur, dhe nëse unë nuk tregohesha i shkathet, dikush tjetër do t'ja mbushte mendjen para meje. Fati im i madh ishte se shtëpia ime ndodhej më afër saj se e gjithë atyre të tjerëve. Unë nuk kisha nevojë të krijoja justifikime boshe për të kaluar andej nga shtëpia e saj, sepse rruga ime drejt qendrës së fshatit kalonte pikërisht para derës së saj. Vendosa ta përdor këtë avantazh. Fillova të kaloja nga ajo rrugë më shpesh se zakonisht. Dilja në mëngjes, ecja deri tek burimi dhe kthehesha mbrapsht, thjesht për ta parë. Kur e gjeja në obor, duke u jitur apo duke fshir pragun, unë ndaloja hapat. Puna mbar, i thoja. Mbar paç, ma kthente ajo. Bëni muhabet të thjeshta për çdo gjë. Ajo shpesh më pyeste për motin, apo më pyeste ndonjë gjë për perimet e saja që kishte në kopësht. Unë nuk nxitohesha t'i kërkoja diçka më shumë. Doja që ajo të mësohej një herë me pranin time, të mos më shihte si ata burrat e tjerë që i ngjiteshin si ferr, por të më shihte si një njeri të qetë dhe të besueshëm. Kjo më zgjati disa javë. Unë e përshëndesja e gjithmonë vazhdoja rrugën. Një mëngjes gjërat ndryshuan. E unë po kaloja si zakonisht e ajo ishte tek shkallët. E japim një kafe, më tha ajo. E unë nuk ja përtova fare. Hapa portën e u futa brenda. U ulëm tek tavolina që kishte në taras. Ajo bëri kafet e ul bashkë me mua. Biseda nisi e thjesht, por unë e kisha ndar mendjen që nuk do të rria më në heshtje. Duhet të bëja lëvizjen time aty. Unë nuk kaloj kaq shpesh këndej rastësisht, i thash asaj.
Unë kaloj sepse dua të shoh. Ti me pëlqen, e dua të jemi me afër njëri tjetrit. Ajo e pivi edhe pak kafe, mbante filxhanin e dorë, me shikonte dhe rinte mendueshem. Do të mendohem, me tha ajo, sepse njëherë për njëherë nuk më shkon mendja për martesë. Kur ajo e përmendi martesen, mu deshte ndërhyja me njëherë. Me keq kuptove, i thash, asun nuk e kam mendjen për martesë. E kam kaluar atë moshë dhe nuk po kërkoj do një martesë të re tani. Unë thjesht dua të mbesim miq të mirë, ta thelloj miqësinë, të jemi një mbështetje për njëri tjetrin e të mos jemi vetëm. Ajo me dëgjoj me vëmendje dhe po mendonte, e me tha, shohi me bëjmë, nuk me tha as po as jo. Pasi mbaruam kafen, unë grita, e përshëndeta dhe u largova. E kaluan disa ditë dhe nuk e pash më. Në fshatin tim, kur pres një përgjigje, ditët më duken pafundësisht e gjata. Çdo mëngjes e çdo pasdite, kaloja para shtëpisë së saj, e porta ishte e mbyllur dhe në obor nuk shihja njeri. Ajo nuk doli jashtë për disa ditë më radhë. Mendova se ndoshta fjalët e mia e kishin vënë në siklet, ose mos vallë, do një fshatar aty, komshi joni, kishte filluar të fliste për ne të dy, nga që pim një kafe bashk, e ajo tashme ishte mbyllur nga fjalët. Megjithatë, nuk prishja rutinën time e as nuk i trokita në derë. E dija që njerëzit e pjekur kanë nevojë për kohë, e ajo ishte shumë e mençur. Pastaj prap një ditë kur po esja rrugës për në shtëpi, dëgjova zërin e saj. Ajo kishte dalë në balkon. E japim një kafe, me tha. Hapa portën e u futa në obor. Këtë herë, ajo kishte zbritur poshtë dhe kishte lënë derën e shtëpisë së hapur. E u futën brenda në dhomën e ndenjes. Edhe dritarët i kishte të mbyllura. Dërsa në fshatin ton, të presësh dike brenda në shtëpi, në vend të terasës, ka një kuptim tjetër, e kjo mua me tregoj shumë, sepse, kur dikush të fton në shtëpi, ka shumë kuptime. U ulem në salon, e ndërsa jo me tha, e kam menduar atë që me the atë ditë. Po si vendose, i thash. Po pse jo, me tha jo duke qeshur. Ishte një përgjigje aq e thjesht, por që sqaroi çdo gjë mes nesh. Kisha arritur fiks atë që doja pa u nxituar. Doja të ruaja pozicionin tim si një burr i matur, kështu që fillova t'i flisja i qetë. E po mirë, i thash, herën tjetër kur të vi tek ti, do të vi si shoku yt, e jo thjesht si një komshi. Sa po thash këtë, unë grita në këmbë, me mendimin që do të largohesha e do ta lija me aq për atë ditë, e nuk doja ta vendosja në presion. Por ndërsa unë grita, ajo ngrit bashkë me mua. Po pse të presim herën tjetër, me tha ajo. Nuk pata ku as t'i përgjigjesha. Ajo u lëshua mbi mua, mi hodhi krahet, e filloi të me puthte në buzë. E unë, po ashtu e putha. U putham aty të dy, brenda në shtëpinë e saj. Larg syve të çdo kujt, filluam të putheshim edhe më shumë. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.